Kështu që Josefin Markun e kam shok, kam pas shok, dhe familja e tij është shoqëruar me familje, domethënë me mua. Kështu që Josefin kemi kënduar mbi 3 vite bashkë. Unë me Vzi Kumanova, e shumë këngëtar të tjerë, ai ka performuar çdo natë, kurse unë shkohesha vetëm vikende. Josefin Marku është një djalë cili ka talent shumë për muzikë, këndon bukur, ka mendim dhe ka vizion për të arritur karrierën e tij në pozitivitet, por edhe sigurisht unë i njoh tiparet e tij, i njoh shumë mirë nervozitetin e tij dhe e njoh hiperaktivitetin e tij. Jozi është në moment, domethënë shumë eksplozon, edhe her pas feri, kur kemi performuar, kemi pasur mysafirë edhe nga Turqia, domethënë edhe kur thoshin ata mysafirë për turk, shqiptar, merhaba, këtij her pas heri, në shaka, e thoj kjo thojza, i pengoj ka ajo dhe sepse sigurisht që Jozi është besimit katolik, e kështu që her pas heri besoj në shpirt ti i pengoj ke kjo gjë. Edhe Jozi si Jozi dhe mbas një kohë nuk kemi dëgjuar një 3-4 vite, nuk e di pse, po në vitin 2023 jemi dëgjuar dhe më tha që ka qenë brenda, ka qenë në burg, për çështje personale, ato i di unë, por nuk kam mundësi ta tregoj për opinionin publik. Edhe ka qenë lidhje me një gocë të Kosovës, ai Kosovën e don shumë. Kabinot, ju tha që kam pasur bashkëpunim me Jozin dhe e njoh mirë. Jo, nuk kam pas bashkëpunim, po në muzikë, domethënë po ne kemi punuar dhe kemi flajt bashkë me një banesë, kemi hëngër bashkë, kemi çaj hallet bashkë. Unë si personalitet nuk e shoh që shpirt keq ka. Nuk e njoh ashtu, por e njoh si një djalë që është moment mund të ndodh, në afekt mund ndodh çka prej atij, sepse ka pas raste edhe në brëmje sa kemi qenë, ka qenë gati për të acaruar me disa nga publiku, aty që kemi pas, por ja Allah Zotit që s'ka ndodh, por mund të ndodhë në anën psikologjike sepse kur nuk e votuan atë, dhe duke pas parasysh kimi Lordanën që ishte në lidhje, mu të them aty edhe martesë që kanë bërë, duke pas parasysh që ai ka qenë aty dhe një martesë verbale, apo di unë e kam bërë aty, edhe sa për opinion apo për like, apo di unë, edhe unë mendoj që kanë pas mes tyre simpati, edhe duke dalur aty, duke acaruar pak Rozana, jo mos e hap derën, jo mos e hap, jo hape e nën tjenë, edhe ajo është moment që vjen këtu prej të dashur që i ke, vjen një natë që ke up, nuk je në nominim, nuk je në finale, edhe ajo është moment edhe duke pas parasysh që Jozi dhe ushtron boks edhe ushtron kickboks, dhe sigurisht që një person që ushtron mund të rrezikon çdo personi që s'ka ushtruar kurrë. Edhe unë them që Big Brother i këtij edicionit është gjesti. Unë mendoj që nuk kishte shmëri mos kishte gjesti. Më thënë, edhe kam një thojza, kam hipotetikisht them që nuk e di, po mos ndoshta, them inshallah Zoti jo, mos është edhe nga produksioni organizuar pak tu dalë mu acaru pak me gjestin, por Jozi nuk ka pas kontroll aty dhe ka rahur ma shumë, që është gjëja më e keqe që ai ka rënë në kokë mbrapa që ai do të ketë pasoja më tutje. Do shta tash në moment jo, po më tutje jam sigur që do të ketë shumë pasoja. Labinot, ju tha që Jozi ka qenë i dënuar. A dim sa vite ka qenë i dënuar dhe në cilin shtet? Besoj që mbi 3 vite. Në Zvicër, edhe ka ndales në Zvicër, sa e dim. Pra ka ndales që të mos shkoj në Zvicër? Po. Po 100%. Dënimi i tij ka të bëj, po themi, me natyrën e tij, siç u shfaq në Big Brother, pra me dhunën, me shuplakën, me të kësaj natyre. Ato nuk jam i përkujdes, nuk mund të flas më shumë sepse nuk punoj në organet shtetërore të Zvicrës, edhe nuk di saktësisht, por sa i di, e që në burg. Ato e di sigur. Kabinot,
po themi pas këtij incidenti ka pasur shumë persona të cilën e kanë mbështetur gjestin sigurisht. Dhe ju mendoni Falni, po, më falni, po t'jeti i Kosovës, po t'jeti i Shqipërisë, po t'jeti i Maqedonisë, as shqiptar. Unë nuk e përfaqësoj, as nuk i dëgjoj dhe nuk i lexoj komentet që personat apo publiku e don gjesin. Unë jam kundër dhunës. Unë jam kundër përçarjes të një kombit. Nuk mund të jetë gjesti as jozi, domethënë nuk mund të përçan shqiptarinë. Shqiptarinë e përfaqëson Adem Jashari, Hasan Prishtina, Ismail Qemali, Skënderbeu, edhe shumë Hasan Prishtina të tjerë, Sabo Litini, e kështu me radhë, Toni Emici. Nuk e përfaqëson Jozi as gjesti, po e përfaqëson ashtu si e se ka pak më parë. Shkodra, Tirana, Presheva, Bujanovci, ne jemi një kombë. Ti me shku në Bujanovc, nuk i ke vetëm flamuri shqiptar. Tasmet e tona po në vetëm me flamur shqiptar, ose po edhe me flamurën e Kosovës sigurisht, por ne, baba ime dhe shumë baballar të tjerë kanë vdekur për çështje vetëm për një ideal, për idealet janë për bashkimin e trojave kombëtare. Nuk mundet një Big Brother të përqarë kombin shqiptar. Ne kemi çështje më të rëndësishme të flasim, cilat para disa ditë është vrarë një vajzë, është gjuajtur ka rarë për një 10 kata, nuk e di sa kata. Ne kemi problemet e tjera shtrejtimin e rrymas në Kosovë mbi 18%. Ne kemi probleme shumë, hallet shumë të tjera të cilat nuk mundet një familje me një rrogë 300 euro me përballgu domethënë mujin as një javë domethënë jetesë në Kosovë. Edhe e këto tjera.